Assalamu alaikum të ndëruar miq, ja ku po takohemi në një tjetër epizod këtu në freskinë verore në ekranin e PIS TV-s. Si çdo javë, pra gjatë këtyre muajve të verës, nga një vend në vendin tjetër anën banë Kosovës, kemi vizituar dhe po vazhdojmë të vizitojmë ambiente të ndryshme me mysafir të ndryshëm, duke trajtuar çështje dhe tematika të cilat kanë të bëjnë me aktivitetet që zhvillohen gjatë muajve të verës, siç është ky ku jemi sot. Pra në këtë rubrikë të parë po hapim emisionin me shoqatën Bereqeti këtu pra në Prishtinë. Me që rast do takojmë drejtorin ekzekutiv të kësaj shoqate, të nderuarin Gjeladin Fazliun, për të biseduar në lidhje me gjithë aktivitetet dhe veprimtarinë e kësaj shoqate. Nderuar, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Faleminderit për vizitën. Faleminderit për pritjen. Jo rastësisht po ndalemi tek kjo pjesë dhe tek ky baner, i cili është shumë domethënës, sepse pikërisht në periudhën e verës është edhe koha e korjefshirjeve. A mund të na folësh, i nderuar, më shumë se çka paraqet dhe çka është në fakt zekati i grurit? Spari ju thojmë që këtu jeni në rezervat ose në depon e ushqimoreve që quajmë ne, sepse kemi edhe depo tjera të cilat janë të veshmbatje dhe artikuj tjerë. Dhe këtu jena pranë këtij baneri që quheni ju, që është një diçka që ne implementojmë këtë projekt, që është zekati i grurit, që është obligim fetar dhe për besimtarët, ata të cilët kanë mbjell ara dhe Zoti ju ka dhënë bereqet nëpërmjet korjeshirje. Kështu që specifike këtij aktiviteti është që disa vite neve kjo ndodh më shumë te gurbeçarët, te njerëzit e mërgatës, të cilët e mbjellin arën, i kryjnë krejt detyrat ndaj arës dhe në fund e korrin arën ose ato bereqetet që i ka dhënë korjeshirjet në këtë muaj që bëhet kjo, ose edhe pak më herët. Mirë po, çka është specifike këtij aktiviteti që komplet e dhurojnë të shoqata Bereqeti. Do me thonë, pastaj ne grurin që e marrim prej këtyre familjeve, prej këtyre mërgjimtarve, e shëndrojmë zekatin e tyre edhe në formë të miellit dhe të bukëve të gatshme, të cilat shfrytëzohen edhe në medresen Alaudin, me filialet në Prizren edhe në Gjilan. Pastaj e furnizojmë edhe 2 shkollat e hifzit që janë në Gjakov edhe në Prizren, po pastaj bukë të gatshme dhurojmë edhe për konviktin e vajzave të cilët është në Prishtinë. Mirë po, prej kësaj ndihme që e dhojnë këta mërgjimtar në këtë formë të zekatit të gruarit, ne japim bukë të gatshme edhe për personat sidomos të moshës së shtyër, të cilët nuk mundin me përgatit mrena shtëpisë. Ne kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me disa furra gati në gjithë Kosovën që shkojnë ata të vjetrit, të moshuarit edhe marrin bukë të gatshme në ato furra. Gjithherë kjo vjen si rezultat i kësaj ndihme që e bojnë nëpërmjet zekatit të grurit, të cilët e dhurojnë njerëzit e vullnetit mirë në Kosovë. Zoti ju ka dhënë bereqet pra nëpërmjet tokës së Kosovës dhe ata mendojnë edhe për nevojtarët. Një lajm kë jashtëzakonisht i mirë për të nisur hoq këtë intervistë dhe një dëshmi kjo e gjallë se populli ynë ka qenë dhe vazhdon të mbetet human dhe solidar pra në çdo kohë, në çdo stin të vitit. Nderuar, tash vazhdojmë në ambientet e shoqatës Bereqeti për zhvilluar pjesën e intervistës. Padyshim se ju si shoqat njiheni që në çdo stin të vitit asnjëherë nuk pushoni me aktivitetet të tuaja të shumta anën banë vendit tonë. Por ta nisim këtë bisedë me këta 2 muajt e verës gjatë periudhës korrigues. Si ka qenë organizimi dhe aktivitetet që ju keni ndërmarrë? Po shoqata Bereqeti gjatë gjithë vitit është aktive me aktivitetet të ndryshme. Mirë po në fokus të verës, këto kohët e pushimeve që quhen,
kemi pas 2 projekte të cilat i kena implementu, është projekti i Synetis, që tashtë disa vite kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me disa shoqata mike që janë nga Republika e Turqisë, që na kanë ndihmuar në këtë proces, që rasteve sociale, sidomos të vendeve rurale, t'ju ndihmojmë në këtë aspekt. Kështu që këtë projekt e kena implementu në disa komuna, në Prishtinë, Drenas, Malishev, Gjakov, edhe Han Telezit, po edhe Kaçanik. Kështu që ka qenë një ndihmë, duke pas parasysh gjendja e disa familjeve shumë e rëndë që nuk mund me mbulu edhe në këtë aspekt, andaj ju kena ndalë ndihmë në këtë aspekt në këto ditët e verës, që kemi shfrytzuar edhe pushimet që janë fëmijët prej shkollës. Pastaj projekt tjetër që kena implementu në këto ditët e verës është edhe një mbështetje që ne ka dhënë qeveria e Kosovës, që është hera e dytë me pako ushqimore, posaçërisht Ministria e Financave, masa 3.4, që na ka mbështet me 1400 pako. Domethënë, këto pako i kena shpërnda në mbi 28 komuna nivel vendi, kështu që këtu kanë qenë 2 projekte të cilat na i kena implementu gjatë këtyre muajve, kena qenë fokus pra të implementimi këtyre 2 projekteve dhe jena duke u përgatitur në projektin e radhës që fillon në javën e parë të shtatorit, por mirë po përgatitet janë më herët, është normale, është mbështetja e rasteve sociale, sidomos të vendeve rurale, që na jena në fokus atje, me çanta dhe materiale shkollore, të cilat janë shumë të nevojshme për mi ndihmu rasteve sociale, sepse prindrit e tyre, familjarët e tyre kanë edhe obligime tjera ndaj fëmijëve dhe ndaj shkollimit të tyre, dhe kështu që sa do pak t'i dalim ndihmë t'i asigurojmë çantën me ato materialet shkollore, dhe kemi dalë me një aksion nivel vendi si shoqatë Bereqeti, edhe kjo është projekt që është në vazhdimsi, sepse kena pas edhe viteve të kalume. Si vjetë kemi dalë me një çmim që është për një çantë me materiale nevojshme shkollore që i shkojnë një fëmis me 25 euro për një çantë. Çmimi është pak ndoshta më i lartë se sa i disa organizatave dhe shoqatave tjera, por qëllimi jon ose koordinatorët tonë kena arë në këtë përfundim që të kemi një çantë cilësore për nxënës, që ajo spaku një vit shkollor ta përfundojnë nxënësat me atë çantë, po edhe mjetët të cilat janë shkollore brenda çantës t'i shërbejnë atyre që ta përfundojnë një vit shkollor. Dhe ky ka qenë domethënë ideja jonë që dalim edhe me një çmim pak më të lartë, presim mbështetje prej bizneseve, prej njerëzve të vullnetit mirë edhe brenda Kosovës, por edhe nga diaspora që na i mbështesin këtë aktivitet, sepse është shumë i nevojshëm për shkollarët tonë, duke pas parasysh që kemi si vjet fëmijë që për herë të parë prekin bankat shkollore, ti mbështesim në këtë drejtim, dhe kjo është një aktivitet ose një projekt shumë i rëndësishëm edhe për shoqatën tonë, po edhe për ata të cilët presin këto çanta që të shkojnë sa më të përgatitur në bankat shkollore. Sigurisht. E që të realizohen, pra të implementohen në praktik të gjitha këto projekte, padyshim se kërkon edhe bashkëpunim me nivelet komunale, pra me komunat anë mban vendit. Si është i nderuar ky bashkëpunim dhe sa merrni kërkesa në baza mujore nga komunat e Kosovës që ju të ndihmoni aty ku keni mundësi? Ne si shoqat, pra jemi në kuadër Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, jemi të regjistruar si OJQ, mirë po edhe institucionet e vendit, qoftë ato nivelit qendror, po edhe ato lokal, në për komuna, na marrin si një shoqat institucionale, duke pas parasysh shtrirjen tonë që jemi prezent mbi 30 komunat të vendit, dhe na shohin si një ma shumë se sa një OJQ, kështu që kjo neve na jep edhe obligime tjera që na të jemi sa ma korrekt, sa edhe me donatorët tonë, po edhe me institucionet tona, dhe këto e kena dëshmuar edhe në të kalumen, që gjitha ato mbështetjet që i kena marrë edhe nga niveli qendror edhe lokal, e kemi kryer me shumë dinitet edhe me shumë nder ato obligime. Mirë po edhe kur është fjala edhe të bashkëpunimi, sidomos me drejtoratet e mirëqenie sociale, po edhe drejtorate tjera në për komuna, ne kemi një der hapun të ta, dhe ata janë në gjendje të bashkëpunojnë në sferat të ndryshme me neve, dhe ato ku kemi nevojë ne ose ku ofrojmë ndihmë, ata neve na ofrojnë bashkëpunim.
dhe kjo është që disa vite ky bashkëpunim me institucionet tona dhe ideja dhe edhe te koordinatorët tonë është që çdo punë humanitare që e bëjmë ne si shoqat me donatorët tonë ta institucionalizojmë, ta kanalizojmë nëpërmjet drejtorateve përkaste në komuna. Ata neve na shfrytëzojnë atë aspektin pozitiv që edhe ne të ofrojmë ndihmë me donatorët tonë, por ne përfitojmë prej këtyne drejtorateve që na japin lista, na japin familje të cilat ose na orientojnë se ka është më e nevojshme për të ndihmuar. Dhe kjo neve na bën që të jemi edhe para donatorëve tonë shumë më korrekt, po edhe amanetin që e marrim ne për i donatorëve të shkon në vendin e dur. Sigurisht. Ju vetëm e thatë se pra shoqata Bereqeti njihet anën mban vendit tonë dhe dihet fakti se funksionani në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, por padyshim se një dritare po aq e rëndësishme janë edhe donatorët ndër vite. Sa është interesimi i donatorëve, sa ata janë konsistent dhe sa ka njerëz të vullnetit të mirë që vazhdimisht trokasin tek ju për të ofruar ndihma ndryshme. Ne kemi donatorë edhe nga vendi që edhe ai fokusi jonë është që ti mësojmë njerëzit edhe me dhanë edhe ata të cilët Zoti ju ka dhënë pasuri, por kemi edhe miq edhe donatorë edhe nga vende të ndryshme, qoftë nga lindja dhe nga perëndimi që na mbështesin neve rregullisht. Këtu fokusohemi edhe të masparit të donatorët tonë që kemi bizneset vendore që na mbështesin në forma dhe mënyra të ndryshme, por kemi edhe njerëz të rëndomt, xhamatli, besimtar, njerëz tonë të vendit tonë, të cilët nga ato pagat modeste që i kanë ndajnë diçka për aktivitetet shoqatës Bereqeti, dhe shohim në ato gjirollogarit tona që i kemi, shohim që njerëz ka të rregullt të cilët nga paga e tyre modeste kontribuojnë diçka në shoqatën Bereqeti, por ndihma tjetër na vjen edhe nga diaspora, nga mërgata e jonë, të cilët ndihmojnë forma dhe mënyra të ndryshme. Sidomos në këtëstinën e verës, kur vizita kemi shumë nga mërgata në vendlindje, kemi pas njerëz të mërgatës të cilët kanë ardhur dhe kanë mbështetur rastet sociale në forma dhe mënyra të ndryshme. Ka pas prej atyre të cilët janë fokusuar te kategoria e jetimëve, me aspektin material direkt që ju kanë dhuru atyre, pastaj kanë pas edhe me projekte ndryshme të cilat për shembull kena pas prej mërgatës që kanë hap puse, bunare, qofna për disa institucione shkollore dhe ambulanta, po edhe disa xhami të cilat kanë hap puse. Pastaj kemi edhe nga shtetet mike, siç është Republika e Turqisë, që disa vite bashkëpunojmë me drejtorinë vakëfeve të Republikës Turqisë, që është një drejtori që ka një buxhet gjigant e që është në kuadër të Ministrisë Kulturës edhe Turizmit atje. Ata krahas asaj ndihmës që kanë dhënë në renovimin edhe në restaurimin e xhamive në Kosovë, ata na ndihmojnë që 15 vite nga 6 maune, nga 6.000 pako të gatshme na vinë për raste sociale nga Turqia këtu në Kosovë. Pastaj një ndihmë të madhe kemi edhe nga Arabia Saudite, që ta fokusojmë edhe ato që është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe, qoftë në mbështetjen deri me tani që disa vite të 700 jetimëve që ju japin nga 50 euro çdo muaj, por na u ka dhënë drita e gjelbër që edhe 1600 jetim të mbështeten si vjet, domethënë të startojnë si vjet, që dikon afër 3000 fëmijë do të mbështeten nga ky fond, por në ky fond humanitar që vjen nga mbreti Selman ose direkt nga shteti i Arabisë Saudite, na mbështet edhe me mbi 8000 pako ushqimore çdo vit, por edhe me projekte zhvillimore tjera. Pastaj kemi edhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Fondacioni Zayed, që na ka mbështet me rroba të reja, të cilat ne ka qenë një projekt që kena bë edhe me një bashkëpunim me burgjet e Kosovës, që kena dërgu veshmbathje sidomos të mbrëmshme, të cilat ju kena dhuru të burgosurve të cilat nuk kanë fatkeqësisht vizita familjare, por kemi edhe njerëz të burgosurve që kanë bërë ndonjë vepër penale që janë edhe jo shtetas të Kosovës, e që na i kena vizituar ata dhe ju kena dhënë rroba të reja që e kanë mirëprit jashtëzakonisht shumë edhe Ministria e Drejtësisë këtë dhe e kanë lavdruar këtë ide të shoqatës Bereqeti që t'i vizitojmë këtë kategori që nuk
nuk kanë vizita familjare. Kështu që na gëzon fakti që donatorët janë të kategorive të ndryshme. Nuk kemi donatorë veç për atyne njerëzve të cilët janë milionerë, por kemi donatorë për edhe për njerëzve të thjeshtë, të cilët prej asaj ndihmës që e ka familjara i ndonë diçka në këtë drejtim. Kështu që jemi të kënaqur jashtëzakonisht me numrin e donatorëve dhe për ditë në shoqatën Bereqeti shtohen donatorë të ndryshëm sepse i shohin aktivitetet. Ne ndoshta edhe më herët nuk kemi bërë shumë publicitet në këtë drejtim, ka qenë ndoshta një emete jona. Mirë po, e llogarisim si shoqat bashkë me koordinatorët tonë, sepse brenda shoqatës Bereqeti shumica janë imam, të cilët kontribuojnë këtë drejtim edhe e llogarisim që kemi borxh të ndihmojmë njerëzve. Ne me donatorët tonë kena qenë çdo herë korrekt edhe vazhdojmë të jemi korrekt, mirë po nuk e kena bërë shumë publicitetin, tani kena fillu që ta bujmë pak edhe publicitetin, të shohin njerëzit aktivitetet tona dhe sa më shumë që po i shohin aktivitetet, po na mbështesin forma dhe mënyrat ndryshme njerëzit pra edhe nga vendi dhe nga diaspora. Neve na vjen mirë shumë për gjitha këto fjalë të mira dhe këto punë kaq me vlerë dhe me peshë që shoqata juaj po realizon anën mban vendit tonë. Ju falenderojmë për këta minuta që ndatë me neve për ta njoftuar edhe publikun e gjerë të televizionit tonë në lidhje me gjitha aktivitetin e shoqatës Bereqeti. Edhe ne si medium juve ju falenderojmë, edhe si emision të cilët realizoni dhe na keni dhënë hapësirë që ne këto punët e mira që i bojmë bashkë me donatorët tonë, me ata që na mbështesin, i promovoni, po edhe i plasoni deri te shikuesit e juve. Kështu që është një kontribut jashtëzakonisht i madh në këtë karavanin e humanitetit që jemi këtë së bashku. Kështu që edhe ju si medium jeni për respekt, faleminderit për hapësirën. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, pas kësaj interviste, tani është koha të kalojmë në një tjetër intervistë vetëm pas pak. Po pra të nderuar shikues, tani është koha të zhvillojmë intervistën qendrore këtu në Preskinë Verore. Kemi ardhur në xhaminë e bukur në Kryqëzet, këtu në Lazin Matini, për zhvilluar intervistën me hoxhin e nderuar imamin e kësaj xhamie, Fadil Musliun, me të cilin do zhvillojmë bisedën në lidhje me temën për varrezat, vizitën në to dhe si e sheh Islami pikërisht këtë çështje. Tani, miqtemi të nderuar, është koha të zhvillojmë intervistën qendrore në kuadër të Freskisë Verore. Kam nderin që musafir të ftuar në këtë rubrikë ta kam hoxhin e nderuar nga xhamia në Matini në Prishtinë, hoxhin e nderuar Fadil Musliu. Selam aleikum hoxh. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Do flasim për vizitën në Varreza, rolin, rëndësinë që ka për neve besimtarëve musliman vizita në Varreza, mos harrimi i më të dashurve tanë. Si sheh feja jonë këtë aspekt? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht që dëshiroj mirë se ardhe këtu në xhamin Matini. Allah ju shpërbleft edhe juve për punën që po bëni në këto ditë të nxehta për të freskuar besimtarët në veçanti po edhe të tjerët në përgjithësi. Padyshim se Islami ka detalizuar çdo gjë. Nuk ka mbetë ndonjë pore e jetës apo ndonjë segment të jetës që Islami nuk e ka dhënë atë verdiktin e vet apo nuk e ka dhënë atë udhëzimin apo mësimin e vet. Po ashtu edhe sa i përket varrezave, ka dispozita, ka rregulla të caktuara. E para që duhet ta kemi parasysh është se të vdekurit tanë nuk janë nda përjetësisht me ne, ata janë nda përkohësisht. Që do të thotë se kur njeri vdes, fetarisht kuptohet se i ka ndruar jetë. Ka lënë prej jetës së dynjas, jetës së kësaj bote, në jetën e berzahut. Berzah i thuhet jetës në Varreza. Me përkthy për arabishtës berzah është një pengesë, që do të thotë e pengon dynjan apo e ndon dynjan prej ahiretit. E që
jeta në berza është stacioni I parë pas vdekjes. Dhe të vdekurit tanë, të vdekurit besimtar musliman, aty e zhvillojnë jetën në berzakh, sot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë për ato që kanë qenë besimtar musliman, edhe kanë vdek me besim në Zotin, edhe kanë krye urnat e Zotit, aq sa kanë pas mundësi, se sigurisht mangësi ka çdo njëri prej nesh, Allahu I madhruar varrin e tyre shndron kopsh prej kopshteve të xhenetit. Ndërsa ata të cilët kanë mohuar Allahun, edhe kanë harruar Allahun, Allahu I harron dhe varri I tyre shndrohet në grope I gropave të zjarrit. Pastaj Islami, feja jonë, na mëson se si duhet të silemi me të vdekurit tanë, pasi ata kanë kaluar në botën tjetër. E para që më shumë t'ju bën dobi të vdekurve tanë është daja, lutja. Që do të thotë, nëse ne jemi nda fizikisht, atëherë shpirtnisht, emocionalisht lidhet I mbajmë me ta dhe I kujtojmë ata, dhe kujtimi më I mirë apo dhurata më e mirë që mund t'ua bëjmë të vdekurve tanë, padyshim është daja. Bile nuk ka ndonjë punë më të dashur tek Zoti se sa daja, dhe nuk ka ndonjë trashëgimtar më të mirë se sa që e lën prindin jetën e kësaj bote, se sa me lën një djalë apo një vajzë që bën do për prindin pasi ai të vdes. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka thënë kur të vdes robi Allahut, I shkuten lidhjet e tij me këtë botë përveç se në 3 raste. Dhe njëra prej rasteve që besimtari I mban lidhet me këtë botë dhe shpërblimet I shkojnë, është ku lën një fëmijë të mirë I cili lutet për të. Dhe daja vjen edhe para sadakas dhe para punëve tjera të mira. Po. Tjetra është prej punëve të mira me I vizitu varrezat her pas here. Me vizitu varrezat her pas here, zatën është një sunnet, një traditë e pejgamberit alayhi salatu wasalam që është lënë goxha shumë anash kohët e fundit, sepse njerëzit I vizitojnë varrezat kohën bashkohore vetëm kur të vdes ndonjë afër ose ndonjë mik ose ndonjë. E çet rruga. Po e çet rruga ka varrezat edhe I bën mend që ka babën ose nënën e vdekur. E që nuk është në rregull. Disa dhe kanë keq kuptuar krejt të kundërtën, vend se të shkojnë gjatë gjithë vitit, her pas here, ata gjatë gjithë vitit nuk shkojnë, e kur I kemi ato 2 festat tona, festën e Fitr Bajramit, festën e Kurban Bajramit, jam syni I madh I vogël te varrezat, thu se këto festa janë për të vdekurit, këto janë festa për të gjallët. Dhe nuk kemi asnjë argument as më të vogël se pejgamberi alayhi salatu wasalam apo shokët e tij kanë shkuar me vizituar të vdekurit e tyre në ditët festive, siç është festa e Fitr Bajramit apo Kurban Bajramit. Andaj vizita është një sunet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me shku me vizitue, edhe çka ka rregulla, ka edukat e para prej tyre, kur të afrohesh tek varrezat apo hyn brenda, aty tash në disa vende janë ato rrugë të postazat, në disa vende nuk janë, e para që duhet me pas parasysh është mos me shkel mbi varre. Kjo është ndaluar, edhe ka tërhiq vërejtjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë ai cili shkel mbi varr ose sikur me shkel mbi zjarr. Ai cili shkel mbi varr dhe e ndrydh dheun, e shtyp dheun, dhe dheu I shtyp eshnat e të vdekurit. Dhe I thënë eshnat e të vdekurit është sikur t'ja kesh thyer eshnat për së gjallë. Që do të me pas kujdes. Po nëse janë të rregulluara varrezat dhe kanë rrugët, sikur këtu në kryeqytet, I kanë me kocka ku ta zgjidhin, atëherë lejohet me hy brenda dhe e para pra që prej punëve që duhet ta bëjmë aty, apo që preferohet ta bëjmë është me përshëndet të vdekurit, me përshëndetjen islame, duke I thonë selamu aleikum, o banorët e varreve, ju që ka jeni këtu besimtar musliman. Ju keni shku para nesh, edhe ne do të vim pas jush, Allahu na falt neve edhe juve. Kjo është prej duave që ka preferuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kjo është dua për gjithë, nëse I përfshin të gjithë të vdekurit. Ata që I njohim, edhe ata që s'I njohim, I përfshin të gjithë besimtarët musliman. Mirë po nëse ki të afërmin tën, po e zon babën apo nanën, sigurisht që I kam të vdekur, atëherë tash veç kësaj duaje që është e përgjithshme ka lënë në dua të përveçme, individual, të veçanta që a dedikon. E qysh do të më lut, e para me lut Allahun që të vdekurin tënd apo të vdekurin ton ta mëshiron. O Allah, mëshiroje. O Allah, falje. O Allah, forcoje me fjalën e lartë që I forcon besimtarin, me fjalën la ilaha illallah. O Allah, shndroja këtë varr
në kopshpe kopshte të gjenetit, e mos ja bën grope i gropave të zjarrit. O Allah, jepi jetë lumtur, jepi rahati, jepi qetësi, edhe doa që fare dush ti prej zemrës, edhe preferohet që doaja tjetë në gjuhën që ti e kupton. Mas miri është me lut, me doa, me lutje që ti e kupton. Ne si shqiptar, lutemi në gjuhën tonë, anglisht, arabisht, turqisht, bosnjak-bosnjakisht, e kështu me radhë, sepse ato fjalë që i kupton. Edhe u adin do me thonjen, lanë gjumë, lanë shenja në zemrën tënde, ndërsa kur e thu kështu si poezi apo si vjersh, atëherë ajo është veç një lloj formaliteti. Sakt. Hoxhë, ju e thatë që është e preferuar vizita në Varreza gjatë gjithë vitit pa ndonjë specifik caktuar. Ne sa herë që i bëjmë këto vizita, pra vizitat e tilla, sigurisht se mallëngjehemi, sigurisht se emocionohemi sepse kemi ndarë jetë me ata persona aty. Por cili duhet jetë mesazhi që ne duhet nxjerrim pas një vizite që bëjmë Varreza? Po sigurisht, besoj se çdo njeri reflekton në vetvete, sepse vizita të vdekurve sigurisht çka ta kujton vdekjen. Zatën edhe kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që vizitoni Varrezat. Kujton e vdekjen. Po, sepse ato Varrezat u kujtojnë vdekjen, edhe ajo vizitë lëndë më thonë gjurmë tek besimtari musliman, sepse jeta shumë dinamike, angazhime të shumta, jo krejt po një pjesë e njerëzve përveç një orari që punojnë gjatë ditës, ndrome kanë edhe një gjysmë orari, e kështu me radhë, atëherë kur shkon aty, i bie ndërmend se të gjitha ka me i lanë dhe ka me arë momenti që edhe këtë do të pushon këtu, ose runa Zot, ai që s'është në rregull me Zotin edhe ai do të vuan, sepse aty ka vend shpërblimi edhe vend dënimin që të sëndë aty nuk ka. Andaj, kur shkojmë aty, na kujtohet edhe ndarja nga më të dashurit, na kujtohet edhe rëndësia e jetës së kësaj bote, që nuk është shumë e madhe që shepëraqesin njerëzit, sa që ke po njerëz sot edhe shef, edhe së dhe kësaj dite që ka bo 70-80 vite, është dhonë mas jetës materiale, thu se kë është në fillim të jetës. Ti du të me punue për jetën e kësaj bote, sa i në te. Edhe deri në moshën 60, aty dykon me qenë i angazhum do një punë, pastaj prej 60-70 do të me prit vdekjen, jo me prit vdekjen kam kryq, e tu nej tu pi kave, tu pi qaj, po çka do të thotë, nëse Zoti ka mundësu me jetu mbi 60, do të thotë ti çdo ditë që po ta jap Zoti është një dhuratë shtesë, po ta mundson mu vetëdijsua. Për ata përfundimi i jetës është tetë i rëndësishëm, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innamal a'malu bil khawatim. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se veprat, punët tona shpërblehen me fundin e tyre. Jo sikur dikush për fatkeqësi ka qenë i devotshëm, ka qenë praktikues i fesë, ka qenë bamirës ndaj prindve, ka mbajt lidhje farefisnore, ka mbri një pozitë, ka bo pasuni, ka bo autoritet, ka bo famë. Kudo dione i ka lanë gjitha. Pse? Duke arsytu se tash unë jam fytyrë publike, tash unë kam angazhime, tash unë kam biznes, tash unë kam shumë punëtor. Po, te vori e vetëm atë. As d'vjen kompania, as d'vjen firma, as d'vjen punëtorët, as nuk vjen as kusht tjetër. Kështu që kur shkon te Varrezat, unë mendoj që ose njeriu nuk do të me qenë mirë mentalisht, ose do të me qenë shumë trim, me kalu ka Varrezat të mos me shku mendja, që ka me ndale dhe vetë të ka me pushu. Trimia nuk manifestohet në raport me Zot. Kurse hoxhë, kemi edhe disa mendimet çuditshme që i dëgjojmë nga individ caktuar që thonë nuk po shkoj në ceremonitë varrimet se nuk po më shohin familjarët e të ndjerit, po shkoj vetëm pame. Cila është pesha dhe vlera e shkurjes dhe faljes namazit xhenazes këtë rast? Shumë bukur, pyetje me vend. Fillimisht kur dëgjojmë për një besimtar musliman që ka vdek, ka qenë besimtar i mirë, nuk ka nevojë me prit ftesën. Vetë do të më përgatit dhe me shku në varrimin e tij. Nëse nuk e ke kuptu lajmin, edhe të ftojnë të afërmit e tij ose shokët ose miqt, gjoja e parë që e bën çka, ti falenderon edhe me rabdes, edhe nisesh për në varrim. Sepse nuk janë të njëjtë sikur ata që falin namaz xhenazeje, sikur ata që s'falin kurrë. Nuk janë të njëjtë absolutisht. Pastaj nderi, respekti më i madh që i bëhet të vdekurit është
falja e namazit gjenazës dhe përcjellja e kufomës, përcjellja e gjenazës deri banesën e fundit. Ndërsa kjo e pamja, kjo është diçka tradicionale. Po e shef në Kosovë, një pjesë shembull, të Kosovës kanë filluar me reduktu të pamën e kanë bërë veç një ditë. Dikun 2 ditë, dikun 3 ditë, mi 3 ditë nuk di që ka ditë. Jo. Dikun e kanë bërë vetëm para dite, dikun e kanë bërë vetëm ditën e pushimit, për shembull diellën. Edhe kohën e caktojnë. Tash kanë filluar edhe këto të pamet e përbashkëta bura e që s'ka qenë kur të populli, jo në për hotel, apo në për restorante, ku të dione. E kjo e pamja, kjo dedikohet të gjallë. Nëse të me nderu të vdekur, edhe nëse të me jabon një shërbim, atëre që ka merë pjesë në varrimin e ti, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ai cili e përcjell namazin, ai cili e përcjell kufomen, deri të varrezat, edhe ja fal namazin e gjenazës, edhe bën lutje për të, i ka 2 qirate. E pyetën të pranishmit, i thanë, oj dërguar e Allahut, që është kjo qirat? Pejgamberi sallallahu qirat tha, është sikur një kodër me sevape. Sikur kodra në disa transmetime, sikur kodra e Uhudit, që është kodër e madhe me disa kilometra, me shpërblime. Për cilën janë këto shpërblime, këto sevape? Për atë që ja fal namazin e gjenazës edhe e përcjell gjenazën. Po nëse e bën vetëm njënën, atëre një qirat, një kodër me shpërblime. Nëse i bën të dyat, 2 kodra me shpërblime me sevape. Kështu që si besimtar musliman, ose marrin pjesë, ashtu që na ka hije, me abdes, edhe falim namazin e gjenazës, edhe përcjellim gjenazën kufomën deri në banesën e fundit, ose edhe nuk marrin pjesë hiç, sepse aty nuk ka nevojë që të ketë shikues apo që të ketë njerëz aty të aplaudojnë apo ku ta dinë çka të bëjnë, sepse nuk i bën kur falënderi as të vdekurit, as të gjallëve. Sepse këtë problematikë hoqë po e hasim, do të thotë në çdo në ceremoni varrimi që marrin pjesë, thuaj se gjysma qëndrojnë indiferent, por që e konsiderojnë veten se po i bojnë nder, se janë shku, a faktikisht kur vjen koha e lidhjes namaz gjenazës, pra sikur qëndrojnë me një anë dhe vazhdon llafi muhabeti sikur me kon ditë tregu. Fatkeqësisht kjo dukuri sa po shkon edhe po shtohet, që disa po ndahen nga falja e namazit të gjenazës. Sa po shkon edhe po shtohet, sidomos tek ata që nuk janë praktikues të fesë. Se nëse vinë të krishterët, qoftë katolik, ortodoks apo protestant, edhe ndahen, nuk e falin namazin gjenazës, këton rregull, ata dhe nuk e kanë obligim fare. Edhe ata i bojnë nder familjarëve, edhe të vdekurit, sepse e kanë shpreh atë solidarizim me të vdekurin në atë formën e vetë. Edhe ata luten në atë mënyrën e vetë. Mirë, po nuk ka arsye besimtari që i thet vetes musliman edhe e bën ato me bindje, atë deklaratën që është musliman, e pastaj ndahet prej xhamatit që falin namazin e gjenazës. Kjo është nuk koment që i thojnë anglisht. Sigurisht. Nuk ka dhe me thonë koment, apo nuk di njëri që komenton këto, nuk e di dhe cilë është qëllimi aty i ardhjes. Dikush po me e bëhat nderin, po ti besimtar musliman, apo dënë me ndihmu atina. Se ndoshta për ty kjo është mundësia e fundit, ndoshta është rasti i fundit me ndihmu atij të vdekurit, me një dame, një lutje, se mas andej edhe harron krejt. Kështu që unë mendoj ato që vinë edhe ja falin namazin gjenazë, për cilën një dinjitoze, jo të tash me hap tema, sikur që është ndodhë, unë po shoh raste ku bën biseda për politikë, derisa të varrose, derisa të bën ato doat lutjet, dikush tjetër largohet më tutje, dhez cigaren e duhanit, dikush tjetër telefonatat. Kjo nuk është sjellje korrekte. Nuk është sjellje dinjitoze që i përket besimtarit në rastin e përcjelljes së një vëlla musliman në botën tjetër apo të një motre muslimane. Ndërkaq hoxh, krejt në fund e lash ta trajtojmë edhe një aspekt që për shumë nga ne është jo i këndshëm, sepse vrejmë investime enorme, investime të jashtëzakonshme pas luftën tonë, në rregullimin e varrezave, në investimet e kota që bëhen, pra duke menduar se po i ndihmohet familjarit me të dashurit tyre, ngritjet lapidarëve. Çdo herë vrejmë nga viti në vit theksim i madhësisë atyre të lapidarëve, një investim enorm i pakuptueshëm, i pajustifikueshëm. Si duhet jetë i rregulluar varri i një muslimani i devotshëm dhe cili duhet jetë roli i familjes
që ai varr të jetë në kondiktat dhe parimet islame? Se gjithë prej nesh jemi përgjegjës dhe kemi me dhonë llogari për atë përgjegjësinë që kemi. Ne si burra jemi përgjegjës për familjen tonë dhe kemi me dhonë llogari për ta. Çka do të thotë kjo? Kjo është përgjegjësi që ka shumë dimensione. Një prej tyre është me mësua atyre rregullat e fesë. Sa të jemi gjallë ne familjarëve tonë, vëllezërve, motrave, djemve, vajzave, një pambesa mi treguar se si duhet të varroset besimtari musliman, edhe me i tregu për veten tonë, se si ti dëshiron me të varros. Sikur disa që janë besimtar musliman, i lanë ato traditat e tyre, për shembull me muzikë ose me duar trokitje, edhe ne kemi rregullat tona si besimtar musliman. Kështu që nëse kemi kryer këtë përgjegjësi, atëherë përgjegjësia mbetet për trashëgimtarët. Ata me krye ato emanetin që e kalon i vdekur. E para me varros në varrezat e muslimanëve, e dyta me varros me hoxh me xhamat, e treta varri me bë mënyrën më të thjeshtë. Se asnjë prej neve nuk e arrim gradën apo pozitën e atyre njerëzve që kanë dhënë më së shumti për Islam dhe për musliman, siç ka qenë pejgamberi alayhis salam, siç kanë qenë shokët e tij. Dhe kushdo që e viziton Medinën e bekuar dhe i viziton varrezat atje, çka i shef se si janë varros ftyrat më të ndritshme që e kanë bartë Islamin tek të tjerët apo e kanë kryer emanetin në mënyrën më të mirë, edhe që kanë qenë për krasit, ka qenë shokët e pejgamberit alayhis salam. Kështu që edhe tek ne përpara komunizmit, po flas para viteve 70, 80, përpara nëse i ke vizitu varrezat, edhe sot nëse i viziton, kemi po se si duken varrezat e thjeshta. Ndërsa çdo investim kapital, çdo investim që bëhet i madh, sikur tash që është betonimi, dikon edhe si lloj muresh, dikon edhe përmendore, lapidar, na po flasim nga aspekti islam për besimtarët musliman. Ata të tjerët është diçka tjetër. Po flasim për ata që praktikojnë islamin, është investim i paqalluar. Se nuk përfiton i vdekuri asgjë prej tyre. Ti nëse dëshiron me investu për të vdekurin, bën investimin e parë, bën dua lutje për to. E dyta, jep sadaka. Sa po kushton ai investimi? 1.000, 2.000, 3.000, ka deri në 10.000 apo 20.000 euro që po investime. Po jepi ato para. Jepi ato para për jetimin, jepi ato para për të smurët, jepi ato para për studentët, ata të cilët janë shkollim dhe nuk kanë mundësi me kryer shkollimin për shkak të mjeteve materiale. Ky është investimi i qëlluar, e jo ti me i dhon aty për me betonue apo për me bë ato disa edhe për me ndriçu ato do fanara, ku diun me drita, disa me hekura, me gilindera, me forma të ndryshme që kur nuk kanë qenë traditë e këtij populli, këtij vendi. Bile, unë po tregoj kur kam qenë fëmijë, janë dallu varrezat tona me varrezat e të tjerëve për shkak të pamjes. Si ke kalu ka varrezat e muslimanëve e ke ditë. Pse ato nuk e kanë pas pamjen e ngjashme me të feve të tjera. Dhe ne kemi pas aty ortodoksë, edhe kur kemi kalu ka varrezat e tyre, edhe ushqime kemi patë. Edhe gjona të ndryshme kanë lënë, këto nuk janë në fenë tonë, as në traditën tonë shekullore që kemi pas. Mirë po, sikur çdo gjë që po ndikohemi, sikur për çdo gjë që po ndikohemi prej jashtë, edhe këtu jemi ndikuar, dhe njerëzit janë dy grupe. Një grup është që prej pavetdijes e bojnë investimin, se nuk e din, e një grup tjetër pak edhe prej natit, qysh ti e ke bo, e ky e ka bo, e tash në veç babën tënë pe lohat të thjesht. Ti babën tënë ose nanën, shko vizitë herë pas here. Po ne po duhet mos mi zhduk, mos mi hup varri, kërkush po thot hup e varrin. Në ka gjatë keqe, një gurit vogël, 2 plama, ku dy nësa i bjene 4-50 cm, e shkun emnin mbi emnin, edhe maja aty, po valla tash dheju ka fillu me u rafshue, apo ka fillu me u tret dhe s'me ka të formen, unë e shherë pasire me shku me mbledha ta dhejun, edhe qka mja hi ka të therat, ku dy në qka ka aty, edhe me mirë mbajt, në ka gjatë keqe. Mirë po, jo mirëmbajtje materiale, e ndërsa shkutje shpirtnore apo emocionale. Se dikuj qyshja bën atë guri, një ka bo zemra guri, shkan aty dhe nuk mundet asnjë lutje, asnjë dame bo për ta, a kënina investimet i bën kapitale, a këndej nëse e pyet
apo nëse i thu që ka një projekt për këto apo për ato, diçka një bamirësi me bo, nuk e bën për të vdekme. Për i nati ma shumë të kujshive, apo për me pa njerëzit për sifatësie, na nuk kemi sifatësi në fe. Na çka do që bëjmë me sinceritet. Edhe shtohet pyetja, a përfitojnë të vdekurit për këtyre investimeve kapitale? Kjo është kryesorja. Jo që nuk përfitojnë, po edhe i ngushtojmë apo i tërplojmë para Zotit, pse kanë bëu si gjona që na si kemi dashur. Mirë po, për mos më ardh deri tek kjo, atë ne për së gjalli kur jemi duhet trashëgimtarëve tonë me jau dhon këtë mësim apo këtë këshill, edhe gjë mangut nuk mbetet absolutisht që me thonë tek Zoti ka me pas ma vështirë, përkundazi ka me pas ma mirë edhe ma lehtë. Hoxhë nderuam, Allah të shpërblet për gjithë këtë elaborim dhe këto këshilla kaq të ngrohta dhe miqësore. Allah i shpëleft edhe juve për punën që po e bëni, edhe Allahu i mëshiroft të vdekurit tanë, edhe ata mbesin në zemrat tona, edhe në mendjet tona, dhe dhurata më mirë që mund të bëjmë për ta është lutja, sadakaja e kështu me radhë. Faleminderit. Shikohet të nderuar, pas intervistës që zhvillua me hoxhën e nderuar Fadil Musliun, tani është koha të dalim për t'i pyetur qytetarët në lidhje me tematikën e radhës. Qëndroni me ne. Sa jena të e vlerësu punën e ndershme na si shqiptarë, do më thonë, sa ja dina vlerën punës ndershme? Punës pa ndershme ja dina ma tepër se ndershme, se i pa ndershme ja respektohet ma tepër se ndershme. Po punën e ndershme, a jena të e kultivu? Ja, s'ka humanizm, na nuk jena më popull human. Ta është qina oligark edhe interes gji. Po më që jo. Tonë në të cërë. A jemi duke bërë punë ndershme, apo... Jena të këvotë punë ndershme që të kushtë. Do më thonë, vazhdojna me rujtë këtë vlerë? Po më që jo. Dhe i dikëm po. Dhe i dikëm në vlerësojnë. Pse, a mendon se Uzbekje dukuritën apo? Uzbe shumë uzbe. Pse nuk e di, po uzbe shumë. Do ja pra të nderuar me që pas mendimeve që ndoqëm nga ona qytetarëve në lidhje me pikërisht tematikën të cilën sot jemi duke trajtuar, pra do flasim edhe më tej për punën e mirë. E këtë intervistë tani do e zhvillojmë me imamin e xhamisë Dardania këtu në qytetin e Gjilanit, të nderuarin Shaban Murati. Selam aleikum hoxh. Aleikum selam Allah. Mirë se ju gjetëm në këtë ambient kaq të bukur të xhamisë tuaj. Mirë se vini, faleminderit. Hoxh, do flasim për vlerën e punës së mirë. Si e sheh Islami punën e mirë si vepër, si akt? Në Bismillahirrahmanirrahim, nëse shfletojmë Kur'anin, ajetet e Kur'anit dhe hadithet profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se vetë vërtet do thotë puna e mirë është përmend shumë në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah ka përmend punën e mirë, veprën e mirë, si një dhe e ka bashkangjit me imanin vazhdimisht. Innal ladhina amanu wa amilus salihat, vërtet ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira. Pastaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend në fjalët e tij ku na ka nxit në vepra të mira, në punën që e bëjmë me dorën tonë, në punën që e bëjmë me djersën tonë, në fitimin që e bëjmë përmes angazhimit, përmes do të thotë lodhjes tonë, dhe një rast për rasteve kur pejgamberi kur pranë shokët pejgamberit ka kaluar një njeri me durë të vrashta, me durë të i lodhur nga puna. Edhe shokët e pejgamberit kanë thënë ja Rasulullah, sikur ta kishte këtë durë, sikur ti shfrytëzonte në rrugën e Allahut, do në luftën në rrugën e Allahut. Pastaj pejgamberi ka thënë pasha Allah, këtë durë nuk i zgjek zjarri i xhenemit. Edhe pastaj ka thënë ai i cili punon për mbajt familjen e tij, ai i cili punon do të thotë për ta ushqyje familjen e tij është në rrugën e Allahut. Islami e trajton dhe e vlerëson shumë lart punën e mirë, puna e cila bëhet me djers, me mundi dhe me dinjitet dhe me moral. Sigurisht. Po në shoqërinë tonë, hoxh, në shoqërinë tonë shqiptare, si është vlerësuar në të kaluarën pra puna e ndershme, puna e mirë? Mendoj se kjo vlerë ka ekzistuar vazhdimisht në shoqërinë tonë dhe fal punës së ndershme sot i gëzojmë edhe të para ardhësve tanë, sot i gëzojmë do thotë të mirat që Zoti
na i ka dhënë në këtë vend me punën dhe angazhimin e tyre. Do njerëzit përpara nuk kanë pranuar në asnjë mënyrë që vetëm të pasurohen, do thotë me forma të ndryshme, vetëm të arrijnë deri tek parja ose deri tek do thotë populariteti, mirë po kanë synuar që këtë të arrijnë përmes punës së ndershme, përmes do të angazhimit të tyre, përmes djersës së ballit të tyre. Për këtë do thotë përpara është punuar toka, është punuar është janë mbjell drithra të ndryshme, zejtari të ndryshme, profesione të ndryshme, zanate të ndryshme, secili do thotë e ka kry punën me nder, edhe me dinjitet, edhe do thotë e ka respektuar punën e tyre. Po sot hoq kur po flasim pra në përditshmërinë tonë, në aktualitetin të cilin po e jetojmë, sa po vlerësohet puna e ndershme, sa po vlerësohet ndryshe djersa e ballit? Them drejtën, do thotë ka në asnjë formë nuk bën ta shohim veç anën e territ në këtë aspekt. Po në njëjtën kohë edhe nuk duhet t'ja bëjmë qefin shumë vetës që të thëjmë se jemi në formën më të mirë. Do ka njerëz të ndershëm, të cilët edhe punojnë ndershëm, edhe dëshirojnë që do nëse i ofron diçka që e sheh që nuk është punë, nuk është e ndershme për të dhe nuk e fiton me djersën e ballit, që thonë, atëherë do thotë nuk e pranon një gjë të tillë. Po ka edhe për njerëzve që janë biznesmena, tregtar të ndryshëm që punojnë punën me djersët e tyre, po në të njëjtën kohë e vlerësojnë edhe punën e punëtorit që e bën. Mirë po, në të njëjtën kohë ka edhe njerëz të cilët do të dëshirojnë që të arrijnë tek paraja, të arrijnë tek pasurimi përmes formave, përmes rrugëve të ndryshme që në realitet ato janë të dëmshme dhe janë të ndaluara edhe fetarisht dhe ndikojnë do të thotë në shkatërimin e vlerave në shoqërinë tonë. Për shembull përmes mashtrimeve, përmes gënjeshtrave, mirë po alhamdulillah ka edhe shohim për çdo ditë edhe njerëz të sinqert, njerëz të cilët punën e tyre e bajnë me nder dhe mundohen ta fitojnë atë me djersët e tyre, edhe me mundin edhe me sakrificën e tyre dhe bereqetin e Zotit e kërkojnë përmes do thotë sinqeritetit që e kanë në punën e tyre. Në kohën moderne, pra në kohën kur teknologjia thuaj se ka glabruar çdo gjë dhe dëgjojmë çdo ditë të rinjët tanë teksa flasim për punë të ndryshme dhe për mënyra të pasurimit, sigurisht për në forma të shpejta dhe në forma jo të menduara mirë. Cili duhet jetë roli i prindërve, roli i familjes që t'i edukoj këta breza që puna të bëhet graduale, puna të bëhet e ndershme dhe fitimi të bëhet krahas djersës punës që ai e bën. Një mentalitet që tek një pjesë e madhe të rinjve është krijuar sot se dëshirojnë të arrijnë tek parat me mëdhaja përmes një forme të shpejtë. Dhe kjo është një mendim i gabum në jetën e njerëzit. Do të thotë mund të ndoshta të arrish shpejt në ndonjë pasurim. Qoftë të jashtëligjshëm ndoshta, mirë po nuk shkon gata ajo, nuk ka bereqet në ta. Ndërsa ata që na mësojmë prej jetës tonë, prej përvojës, prej të parëve tanë, prej mësimeve fetare, e shohim do të thotë se puna graduale që bëhet do të është më e qëndrueshme, edhe nëse fillimisht sjell ndoshta një shumë të fitimit të vogël. Mirë po, ajo e cila është graduale vjen duke u forcuar dhe duke kriju stabilitet, e pastaj do të krijon del në shkalla të tjera. Unë shpesh herë të rinjve që komunikoj me ta, besa dhe familjes time edhe fëmijëve të mi edhe, do thotë kjo është kjo porosia që punën do thotë ta bëjnë, mos shiqojnë se vetëm apo arrin tek parja, apo arrin tek pasuria, mirë po le ta shiqojnë formën të cilën po arrin tek pasuria. Nëse a jemi të gatshëm për shembull secili prej neve që e fiton mallin, kur e çojmë te shtëpia mi kallëzu familjes dhe mi thonë edhe nanës tonë edhe gruajës tonë edhe fëmijëve, merr nëse është krijuar në formë të lehtëshme, në formë do të thotë është fituar me djersë, me angazhimin tëm, me punën që e kam bë, apo nganjëherë dikujt ndoshta i vjen edhe marrë, edhe nuk don as me pyet kurkush për familjes ka e more këto. Ndërsa kjo ka qenë do traditë e grave të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur i kanë nisë burrat e tyre për punë, ju kanë thonë, çka kanë thonë? Ka thonë ndaj urisë bëjmë sabër. Do ndaj urisë, edhe nëse nuk na bëni diçka mirë, bëjmë sabër, mirë po në zjarrit xhenemit s'u durojmë.
Andaj keni frikë Allahun dhe fitoni punën me djerës dhe në mënyrë të ndershme. Andaj mesazhi për të rinjtë tanë është që të kualifikohen, të ngriten në nivele shkencore, në nivele profesionale, në zanate të ndryshme dhe nga dalë ta krijojnë do thotë stabilitetin e tyre në pasurim. Edhe nëse tash për momentin ndoshta është një shumë e vogël, mirë, po nëse e bën me punë e bën me dinjitet, edhe me sinqeritet dhe me kranëri, Allahu xhelle xhela ka me dërguar bereqet në ta dhe ti kemi apo hajrin edhe kemi u bohe. Pastaj do thotë nuk është krejt e njeriu se çka fiton dhe sa fiton. E njeriu është se si po e fiton dhe cila është forma, e ke dëmtu dikan, e ke mashtru dikan, e ke marrë në formën paligjshme, apo e ke fituar me djersën tane, e ke fituar me mundin dhe angazhimin tanë. Dhe ky mentalitet nëse ndryshohet tek të rinjtë, mendoj se ka me pas një përparim edhe më të shpejtë se sa që jemi duke pa, me një ngadalësim ndoshta pak. Të shpresojmë Hoxhë, unë të falenderoj shumë për këta minuta dhe për këto këshilla kaq të ngrohta dhe miqësore që ndat për ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit, Zoti ju shpërblet, ishte kënaqësi edhe për neve, takosh në forma tjera dhe në mënyra tjera edhe me të shpeshta, e lutem Allah që të na ngrit nivelin e vetdijes tonë si popull, si shoqëri, në veçanti si rini, që të jemi prej aty që fitojmë me ndershmëri, të rrekemi profesioneve të ndryshme, zanateve të ndryshme, sepse vetëm me punë dhe me angazhim, ashtu që ka thënë Allahu, wa kulli amalu fasayara Allahu amalakum, punoni se punën juve ka me pa Allahu xhelle xhelalu. Elusme Allah që na bëj prej atyre që e ndërtojmë këtë vend, e ngrismi profesionalizmin, e ngrismi profesionet tona, zanatet tona, në formë dhe e lusme Allah që të krijoj, do thotë të ketë asin njerëz të cilët e vlerësojnë dhe e shohin, do thotë, punën e ndershme si formën e vetme për të ngrit në shkallën e tyre më të lartë. Amin. Faleminderit Hoxhë. Të nderuar miq, ju sapo ndoqët intervistën me Hoxhën e nderuar nga qyteti i bukur i Gjilanit, imamin e xhamisë Dardania Shaban Muratin, me të cilin diskutuam pra për vlerën që puna e ndershme ka në zhvillimin e rinisë dhe në përgjithësi zhvillimin e shoqërisë tonë shqiptare dhe kosovare në përgjithësi. Këtu një herë është edhe fundi i emisionit të sotëm, deri në takimin tonë të radhës. Asalamu alaikum.